intervistë. Një Ulta Muarremi, po jetë më një intervistë të thotë goja. Të thotë goja. Unë nuk e kuptoj si ka mundësi që njerëzit flasin në lloj mënyre. Gjesti thot, ka bërë ton ato kërkesa thot për me hyrë Big Brother Kosovë Albania, kur një kohë Gjesti ka dalë ndarë, në nesër ndarë ka shku atje, ashtë rrane para. E dyta, si mund të thush një rehabilitim për një djalë që ka hyrë në një spektakël ku kontrollohet nga mjek, nga psikolog, nga gjithçka. Që sa i djalë, ka aq budall, aq ignorant, pse po arrin deri në këtë pikë? Pse po thyn rekorde botnore? Ai djalë di me thoni kaq. Aty është një spektakel. Nuk kanë hyrë aty për politik. Kush bërtet më shumë, kush është llapazan më shumë, edhe kush jep intervista më të mira. Aty kanë hyrë për një spektakel. Është një reality show që është një jetë e vërtet, është një jetë reale që jashtë i keni të tonë. Se ba me të ra, kush në qafë ty, e shanë me të pare me të vramë, i herë një. E dyta, një djallë, që ba me ken i marë, ba me ken